Pas gati 120 ditësh izolim, sfidash psikologjike dhe një rrugtimi të mbushur me emocione, Selina shpallur fituese e spektaklit duke rrëmbyer çmimin e madh për 100.000 eurosh. Finale është në kulmin e një aventure shumë të komentuar, ku ajo arriti të triumfojë dhe ngrej lart çekun e shumë pritur, por përtej momentit të fitores vëmendja zhvendoset në një pyetje konkrete: sa nga kjo shumë do të përfundojë realisht në llogarinë e saj. Sipas legjislacionit shqiptar, fitimet nga spektaklet televizive tatohen me 15% në burim. Kjo do të thotë se nga 100.000 euro të fituara, 15.000 euro mbahen nga shteti, ndërsa Selin përfiton rreth 85.000 euro neto. Megjithatë, përfituese vlera e këtij çmimi nuk është vetëm financiar. Ajo ka bërë të ditur se një pjesë e parave do të shkojë për bamirësi, ndërsa pjesa tjetër do të përdoret për një qëllim shumë personal, bashkimin e familjes së saj. Por historia nuk mbaron këtu. Pas ndaljes nga spektakli, Selin pritet të jetë një nga emrat më të kërkuar të momentit. Bashkëpunimet me marka, reklama dhe kontratat komerciale mund ta shumëfishojnë fitimin e saj, duke tejkaluar lehtësisht çmimin e marrë në finale. Ndërkohë një tjetër diskutim që po ngrihet lidhet me vetë vlerën e çmimit. Edhe pse spektakli ka fituar popularitet ndër vite, shuma për 100.000 eurosh ka mbetur e pandryshuar që nga sezoni i parë. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.